ka seancën e shqyrtimit gjyqësor në çështjen penale kundër të akuzuarit në Elbeti Lafniqi, i akuzuar me akuzën propri speciale të Justicisë së Kosovës për seancën e sotme ashtu siç i kemi paraqur agjendën në problem numër 10 është paraqur dëshmitari Skënder Muçolli, i cili nuk është paraqitur në seancën e gjyqësore, i cili ka dërguar një email sqarues në lidhje me mosparaqitjen e tij, mirë po mungesën deri në momentin e nuk ka shtetuar në dokumentacion më sot. Kjo email përmban përsëri është se njëti është sëmur dhe po se paraqitet në seancën e shqyrtimit gjyqësor. Po është gjykata për komprimimin e kësaj vepre ka thyer punuar dëshmitarin të njëjtën gjë ka punuar në telefon. Konstatese nuk janë vlerësuar për akuzë për fillimin e shqyrtimit gjyqësor, gjykata në radhë vendin shqyrtimi gjyqësor shtyhet për datën në paraport 16 në ditën e ajit, 16 në orën 9:30. Ndërsa dëshmitarin Skënder Muçolli do të vendoset në vonë, varësisht nëse njëti e arsyeton mungesën për një dokumentacion gjyqësor. Në të kundërtën dhe të njëri të qëtë të rëlejsh për sjelljen në veprën përmes policisë së Kosovës.